Në teatrin e qytetit Adriana Abdullahu në Ferizaj u mbajt manifestimi qendror me rastin e 7 marsit ditës së mësuesit. Drejtori i Drejtorisë Arsimit Afrim Llabjani ka thënë se Ferizaj Arsimit Shqip i ka dhënë ndërbreza mësues e patriot, heronje dëshmor, veprimtare studiues, vepra që i rezistuan historisë. 7 marsi përdej një datën e prek pranvere për mbarë kombin shqiptar, përfaqëson historinë, lavdin e krenarin kombëtare. Përfaqëson themelit e dijes, shkollën e parë shqipe, misionin e profesionin nga me fisnikat. Përfaqëson rrezën e dritës që për shekuj për të shqiptarët, për të ndriçuar e lartësuar me shkollja shqipe që rrodhën dhe shekuj, të kaluarën tonë lartiplote dhe të armën shpresës. Në vitin e largët 1887 në Korç, zuri fill vatra e parë e dijes shqipe. Zuri fill mësetoria kombëtare. Përpjekja shekullore brezave për arsimin e shkronjas shqipe u skalitën në emrin e veprën emblematike të patriot shqiptar Pandeli Sotiri. Emri i tij, vepra e tij, mësetoria në Korç, gëshëtuar në ditën e 7 marsit, janë të përjetshme, të pavdekshme e do të rrojnë si frymëzim kujtesë ndërbreza sa të ketë shqiptar. 7 marsi, dita e mësuesit në historinë tonë të pak dekadave më parë, ka sfondin e përgjithshëm të përpjekjeve tona për liri. Këto ditë, çdo shqiptar, anë kënd dhe anë përkullet para sakrificës sublime të familjes emblematike të lirisë së Kosovës, familjes Jashari, prirë nga komandanti legjendar Adem Jashari, duke shënuar kështu epopejën e lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dëshmorët e marterit, të rënët për gjatë historisë, ranë për lirinë e kombit, ranë për shkronjës shqipe, ranë për gjuhën e nënës e të vatrës tërgjyshore, ranë për dijen e arsimit shqip, ranë për të përjetësuar me lavdinë e tyre, me veprën krenari që na e lek, me frymëzimin që na trashëguan ndër epokat. Sot, kur jemi të lirë, flasim, shkruajmë shqip, ndërtojmë e zhvillojmë Republikën, shtetin e mbarë shoqërinë. Është një paskajt qielli i lavdisë, vargu i pafundëm i patriotëve që me ndjesh se gjak, me mund dhe sakrifica, nën pranga, nën robëri, në alan testament gjurmët të tyre, veprën kuptimplote për dijen e arsimin shqip. Populli shqiptar i u ndalu arsimi në gjuhën kombëtare, në shkronjat e shkollat e saja si askujt këmbë në botë. Ne ngallnjeu shpirti i rilindësve, i patriotëve, i arsimdarësve, kur fijeve të dijes shqipe, emblemave të arsimit tonë. Me zërin e tyre, flasin epokat, me penën që nuk rreshti për shkronjat shqipe. Sot, e sa tjetjeta, për kulmi e nderojnë lavdin e veprës së tyre. Zonja dhe zotri. Ferizaj, arsimit shqip i dha ndërbreza mësues e patriot, dëshmor e heronj, veprimtar e studius, vepra që i rezistuan historisë. Jemi krenar si Ferizajas, i sedar vlerë plot për arsimin shqip. Sot, kur përpjekjet tona, obligimi mbi të gjitha qytetarë dhe dëtar është që bëjmë edhe më shumë për arsimin, edhe më mirë për brezat e sotëm e ata që do vijnë pas nesh, për t'i trasuar rrugën e sigurt drejt së ardhmës. Ferizaj sot ka themelata të shumta arsimore, janë mira mësimdhënës që çdo ditë japin më të mirën nga vetja, nga dia që ndajnë për brezat, për të forcuar e zhvilluar vendin, Republikën e gjithë shoqërinë tonë. Falënderim e milioje veteranëve të arsimit, drejtuesve arsimor, mësimdhënësve në detyrë, personelit arsimor që pa kursim çdo ditë jetësojnë ëndrrën e rilindësve, ëndrrën për arsimin shqip të begat e prosperues. Përpjekja jonë institucionale nuk do të rreshtë se krijuari kushte më të mira për nxënësit e mësimdhënësit, infrastrukturë moderne arsimore, programe e nisma që avancojnë mësimdhënien e mësimdhënien në Ferizaj, për të cilat kemi dhënë deri tani dëshmi kuptimplote për të lartësuar aty ku e meriton arsimi shqip. Të nderuar të pranishëm, dua që në emër të udhëheqës së komunës, në emër të kryetarit të komunës së Ferizajt Agimaliu, në emër të stafit të drejtorisë së arsimit, që uroj në këtë ditë lavdije e kënaqësie, në këtë festë të triumfit të arsimit shqip. Sot është dita e mësuesit, është festa e arsimit shqip. Sot është festa juaj, andaj urimet të përzemërta e gëzuar 7 marsin.
Faleminderit. Me mirënjohje u nderuan mësimdhënësit në pension si dhe u shfaq një program i pasur kulturo-artistik.